Pyetje për ju që po më dëgjoni. A mund të jetë dashuria më e madhe se sa një zemër? A mund të jetojnë 3 gra në një çati me një burrë dhe të gjejnë paqe? Para se të filloj këtë histori, dua të dëgjoj mendimin tuaj në komente. Çfarë do të bënit ju në këtë situatë? A është ky sakrificë apo vetëm traditë? Le të nisim. Fshati shtrihej në thellësi të veriut të Shqipërisë, atje ku malet e larta mbështesin qiellin dhe ku dimri zgjat më shumë se vera. Rrugët ishin të ngushta, shtëpitë prej gurit të madhe dhe të vjetra, dhe njerëzit e njohën njëri tjetrin që nga lindja deri në vdekje. Këtu, emri e familjes nuk ishte vetëm një emër, ishte identitet, ishte histori, ishte nder. Midis këtyre familjeve, fisi Berisha qëndronte si një dru i lashtë dhe i fortë. Kisha e fshatit qëndronte në qendër, por autoriteti moral i Berishajve qëndronte mbi të gjitha. Kur dikush nga fisi fliste, njerëzit dëgjonin. Kur dikush nga fisi ndërhynte në një konflikt, paqja vinte shpejt. Ishin njerëz të drejtë, të urtë dhe mbi të gjitha të nderuar. Në këtë familje jetonte Sokoli, i vetmi djali i shtëpisë, i vetmi që mbante peshën e emrit Berisha në shpatulla. Babai i tij, Gjon Berisha, ishte plak fshati, një burr me flokë të bardhë, me sy të thellë dhe me zë që rrëmbente vëmendjen kur fliste. Nëna, Bardha, ishte një grua e fortë sa malet që i rrëfonin, por e butë sa uji i burimit që rrinte pranë shtëpisë së tyre. Sokoli u rrit nën sytë e fshatit të tërë. Çdo hap i tij mbikëqyrej, çdo fjalë e tij analizohej, çdo veprim i tij krahasohej me standardet e larta të fisit. Nuk ishte e lehtë të jesh i vetmi djali një fisi kaq të njohur, por Sokoli nuk ankohej. Ai e dinte se kjo ishte fati i tij dhe e pranoi me krenari. Kur ishte fëmijë, luante me djemtë e tjerë të fshatit, por gjithmonë kishte diçka që e veçonte. Ai ishte më i sjellshëm, më i kujdesshëm me fjalët, më matur në sjellje. Nuk ishte se prindrit e tij e detyruan, por diçka e thellë brenda tij e bënte të kuptonte se ai nuk mund të sillej si gjithë të tjerët. Ai ishte Berisha, ai ishte trashëgimtari. Vitet kaluan dhe Sokoli u bë një djalë i ri, i bukur, lartë me shpatulla të gjëra, me sy të zezë që shprehën gjithmonë sinqeritet dhe me një buzëqeshje që e zbuste edhe zemrën më të fortë. Gjithë vajzat e fshatit e shikonin me admirim, por ai nuk u kushtoi shumë vëmendje. Jo sepse ishte kryeneç, por sepse dinte se martesa e tij nuk do të ishte zgjedhja e tij, do të ishte vendim familjar. Një mbrëmje vjeshte, ndërsa dielli po zbriste pas maleve dhe era e ftohtë filloi të frynte, Gjoni thirri Sokolin në dhomën e madhe të shtëpisë. Zjarri në oxhak digjej fuqishëm dhe hija e flakëve luante mbi muret e gurta. "Ulu bir", tha Gjoni me zë të thellë. Sokoli u ul përballë tij, duke ditur se kjo bisedë do të ishte e rëndësishme. "Ti je 25 vjeç tani", vazhdoi babai. "Je burr i pjekur, fisi ynë ka nevojë për trashëgimtar. Koha ka ardhur të martohesh." Sokoli e dëgjoi në heshtje. E dinte se kjo ditë do të vinte, e priste, por tani që ishte këtu, ndjente një peshë të çuditshme në gjoks. "Kemi folur me familjen e Halilit, vajza e tyre e fatlume, është vajzë e mirë, e sjellshme, e urtë, e rritur me vlera, do të jetë një nuse e mirë për ty dhe për shtëpinë tonë." Sokoli nuk tha asgjë. Nuk e kishte parë fatlumen nga afër, por e dinte se babai i tij nuk do të zgjidhte keq. Ai besoi. "Po", tha përfundimisht. "Nëse ju e keni vendosur, unë pranoj." Gjoni buzëqeshi lehtë, por sytë e tij mbanin një hije dyshimi. Ai e njeh djemt, e dinte se martesa nuk ishte vetëm ceremoni, ishte përgjegjësi, ishte jetë e re, ishte barr që mbahej deri në vdekje. "Do të jesh burr i mirë", tha Gjoni, "por mos haro, grua nuk merret vetëm për dashuri, merret për fëmijë, për shtëpi, për vazhdimsi. Detyra jote është të jesh baba. Ky është qëllimi." Sokoli uli kokën në shenjë respekti. Ai kuptoi. Dasma u organizua shpejt. Në fshat dasmat nuk ishin thjesht festa, ishin ngjarje që bashkonin familje, që forconin lidhje dhe që shënonin fillimin e një etape të re. Shtëpia e Berishajve u mbush me njerëz. Muzika e lashtë e krahinës u dëgjua nëpër kodra. Vajzat dhe gratë vallëzuan, burrat ulur në rrath dhe folën për çështje të fisit, dhe fëmijët vraponin lirshëm midis këmbëve të rriturve. Fatlumja erdhi me familjen e saj në ditën e madhe. Ishte e mbuluar me fustan tradicional, me shami të bardhë që e mbulon fytyrën.
Sokoli e shikoi për herë të parë kur ajo hyri në shtëpi. Ajo ecste me kujdes, me kokën ulur, me duar të bashkuara përpara. Nuk e ngriu kokën të shikonte Sokolin drejt për drejt. Kjo ishte zakoni. Nusja duhet të ishte e sjellshme, e turpshme, e përulur. Por edhe nëpër atë mbules, Sokoli pa diçka që e bënte të ndjente një ngrohtësi të çuditshme në zemër. Sytë e Fatlumes, që shkëlqyen në përvel, ishin sytë e një vajze të mirë, të sinqert, të brisht. Dazma vazhdoi deri vonë në natë. Njerëzit hangër, pinë, kënduan dhe festuan. Dhe kur u bë kohë, Fatlumja u shoqërua në dhomën që do të ishte e saj dhe e Sokolit nga ajo ditë e tutje. Në heshtje, pa asnjë fjalë, martesa u konsumua. Fatlumja nuk foli shumë. Ajo ishte e trambur, siç ishin të gjitha vajzat në natën e parë, por Sokoli ishte i butë. Ai nuk e nguti. Ai e trajtoi me respekt. Kjo nuk ishte vetëm traditë, ishte njerëzëri. Ditët që erdhën pas martesës ishin ditë mësimi për të dy. Fatlumja filloi të njohë shtëpinë, rutinën, prindrit e Sokolit. Bardha, vjehra, e trajtoi me mirësi, por edhe me kujdes. Ajo e dinte se nusja e re duhej të mësonte rregullat e shtëpisë shpejt. Nuk kishte kohë për butësi të tepërt. "Çohu herët", i thoshte Bardha. "Puno fort, mos u anko. Kjo është jeta e grave në këtë shtëpi." Fatlumja nuk u ankua. Ajo punoi nga agimi deri në mbromje. Lau, pastroi, gatoi, kujdesej për kafshët, duart e saj u bën të vrazhd, trupi i saj u lodh, por ajo nuk tha kurrë asnjë fjalë ankimi. Ajo dinte se kjo ishte detyra e saj. Sokoli e vlerësoi. Ai e pa se Fatlumja po përpiqej, dhe ngadalë, ditë pas dite, ata filluan të njohen. Jo me dashuri të madhe, por me respekt, me mirëkuptim, me qetësi. Natën, kur të gjithë në shtëpi flinin, Sokoli dhe Fatlumja flisnin në heshtje. Ajo i tregoi për fëmijërinë e saj, për nënën që e mësoi të qep, për motrën e vogël që e mungon. Sokoli i tregoi për përgjegjësitë e tij, për presionin e fisit, për frikën e tij të fshehtë se mos do të jetë burri që prindrit e tij duan. Kaluan muajt, dhe pastaj viti i parë, por diçka nuk shkoi siç pritej. Fatlumja nuk mbeti shtatzën. Në fillim, askush nuk tha asgjë. Ishte e natyrshme që të duhej pak kohë, por kur kaloi viti i dytë, shqetësimi filloi të shfaqet në sytë e Bardhës. Gjoni nuk foli drejt për drejt, por Sokoli e ndjeu tensionin. Një mbrëmje, Bardha e thirri Fatlumen në kuzhinë. "A je mirë, bi?" pyeti ajo me një ton që duke i butë, por që mbante diçka të rëndë brenda. "Po, nën", u përgjigj Fatlumja me zë të ulët. "2 vjet kanë kaluar", tha Bardha duke mos e shikuar drejt për drejt. "Dhe ende, asnjë shenjë." Fatlumja uli kokën. Ajo e dinte çfarë nën kuptonte kjo. Ajo e kishte ndjer presionin, edhe pa folur askush. E dinte se të gjithë në shtëpi prisnin. E dinte se martesa e saj nuk ishte thjesht për të dashuruar me Sokolin, ishte për të sjellë fëmijë, për të vazhduar fisin. "Unë jam duke u lutur çdo ditë", tha Fatlumja me zë që dridhej lehtë. "Zoti do të na jap kur të jetë koha." Bardha nuk tha asgjë më, por Fatlumja e ndjeu se diçka kishte ndryshuar. Gjatë muajve që erdhën, biseda në fshat filluan të përhapen. Gratë flisnin mes vetes kur mblidheshin në kru. 2 vjet dhe asnjë fëmijë, thoshin ato duke ulur zërin. "Valle, çfarë problemi ka?" Sokoli e dëgjoi një herë këtë thashë them kur kaloi pranë një grupi grave. Ata u heshtën kur e pan, por ai e ndjeu se kishin folur për të. Zemra e tij u rëndoa. Një natë, ai u shtri pranë Fatlumes dhe e pa atë duke qarë në heshtje. "Çfarë ndodh?" pyeti ai butësisht. Fatlumja nuk u përgjigj menjëherë. Ajo mezi mbajti zërin. Unë jam dështimi yt. Unë nuk po t'i jap atë që ti dhe familja jote keni nevojë." Sokoli e kapi dorën e saj. "Nuk je dështim. Këto gjëra nuk kontrollohen prej nesh. Zoti vendos. Por prindrit e tu, ata janë të shqetësuar. Unë e shikoj në sytë e tyre." Sokoli nuk mund të mohonte këtë. Ai e dinte se ishte e vërtet. Kaloi edhe një vit, viti i tretë i martesës, dhe ende asnjë fëmijë. Një mbrëmje, pas darke, Gjoni thirri Sokolin në dhomën e tij. Bardha ishte aty gjithashtu. Sytë e tyre ishin serioz.
Dhe Sokoli e ndjeu se kjo do të ishte një nga bisedat më të vështira të jetës së tij. "Ulu", tha Gjoni. Sokoli u ul. Zemra e tij rrahte fort. "Ne duhet të flasim për të ardhmen", tha Gjoni. 3 vjet kanë kaluar. Ti dhe Fatlumja jeni martuar, dhe ne të dy e duam atë si bijën ton. Por ajo që duhet të kuptosh është se ne kemi një përgjegjësi ndaj fisit. Trashëgimtari duhet të vijë. Sokoli e dinte se ku po shkonte kjo bisedë. E kishte ndjer prej kohësh. "Bab, unë kuptoj presionin", tha Sokoli. "Por çfarë mund të bëj? Ne jemi duke u përpjekur, por kjo nuk është diçka që mund të detyrohet." Bardha u përfshi në bisedë. "Sokol, bir, ne e dim se ti je duke u përpjekur, por në jetën tonë, në traditat tona, ka zgjidhje për këtë problem. Dhe ti e di çfarë është ajo zgjidhje." Sokoli ngriti kokën dhe I shikoi prindrit. "Ju po më kërkoni të marr një grua të dytë?" Gjoni nuk e mohoi. "Po bir, kjo është rruga. Ka ndodhur më parë në familjen tonë dhe ka ndodhur në shumë familje të tjera. Nuk është turp, është nevoja." Sokoli ndjeu një peshë të madhe në gjoks. Ai e dinte se prindrit e tij kishin të drejtë sipas traditave të tyre, por ai gjithashtu mendoi për Fatlumen. Si do ta priste ajo këtë lajm? Si do ta ndjente? "Dhe Fatlumja?" pyeti Sokoli. "Si mund t'i bëj këtë asaj?" "Fatlumja do të kuptoj", tha Bardha. "Ajo është grua e mirë. Ajo e di se familja vjen para gjithçkaje, dhe nëse ti flet me respekt, ajo do të pranoj." Sokoli nuk fliste dot. Ai ndjeu një konflikt të thellë brenda vetes. Nga njëra anë, ai e donte Fatlumen. Nga ana tjetër, ai ishte trashëgimtari I fisit Berisha. Ai nuk kishte të drejtë të dështonte. "Më jep kohë të mendoj", tha Sokoli përfundimisht. Gjoni shikoi djalin e tij për një kohë të gjatë, pastaj foli me një zë më të butë. "Kjo është një vendim I rënd, bir, por koha po kalon. Mos harro, ti nuk je vetëm njeri. Ti je mbajtësi I emrit ton." Atë natë, Sokoli nuk fjeti fare. Ai shtrihej përballë Fatlumes, duke dëgjuar frymëmarrjen e saj të qetë, dhe mendoi për çdo mundësi. A kishte zgjidhje tjetër? A mund të pritnin më shumë, por për sa kohë? Ditët që erdhën ishin torturë për Sokolin. Ai nuk I tha Fatlumes asgjë ende, por ajo e ndjeu se diçka ishte gabim. Ajo e pa se ai ishte I heshtur, I largët, I shqetësuar. "A je mirë, Sokol?" pyeti ajo një mbrëmje. "Po", tha ai, por zëri I ty nuk ishte bindës. Fatlumja nuk insistoi. Ajo e njihte burrin e saj mjaftueshëm për të ditur se kur ai donte të fliste, do të fliste. Javë pas jave, presioni nga familja rritej. Bardha filloi të përmend pemra të vajzave nga familjet e tjera. "Ka shumë vajza të mira", thoshte ajo. "Ti vetëm duhet të zgjedhësh." Një ditë, Sokoli nuk mundi më. Ai shkoi te Fatlumja dhe e gjeti atë duke qepur në dhomën e tyre. "Fatlume", tha ai me zë të rënduar, "duhet të flasim." Ajo lëshoi qepjen dhe e shikoi. "Çfarë është?" Sokoli ul pranë saj. Ai nuk e dinte si ta fillonte. Fjalët dukeshin të pamundura për t'u thënë. "Familja ime, prindrit e mi, ata kanë një kërkesë", tha ai ngadalë. Fatlumja e shikoi në heshtje dhe diçka në sytë e saj I tha asaj se ajo tashmë e dinte çfarë po vinte. "Ata duan që unë të marr një grua të dytë", tha Sokoli përfundimisht. Fjalët ranë si gur mes tyre. Heshtja që erdhi pas ishte e rëndë, e dhimbshme. Fatlumja nuk fliste njerimisht. Ajo vetëm shikoi duart e saj që dridhen lehtësisht. "E dija", tha ajo përfundimisht, me zë që mezi dëgjohej. Sokoli ndjeu një dhimbje të thellë brenda vetes. "Fatlume, unë nuk dua ta bëj këtë, por ti je Berisha", tha ajo, duke e prerë. "Ti ke një detyrë, unë e kuptoj." "Nuk është për ty", tha Sokoli shpejt. "Ti je grua ime, ti je ajo që respektoj dhe vlerësoj, por familja." Fatlumja e ngriu dorën për ta ndaluar. "Sokol, mos u përpiq të ma lehtësosh. Unë e di se si funksionon bota jon. Unë e di se një grua që nuk sjell fëmijë, ajo nuk ka vlerë të plot." "Nuk është kështu", tha Sokoli me forcë. "Ti ke vlerë, çdo gjë që ke bërë për këtë shtëpi, çdo sakrificë që ke bërë, por nuk kam dhënë trashëgimtar", tha ajo duke e ndërpreu përsëri. Tani lotët filluan të rredhin. Sokoli deshti ta përqafonte, por ajo u largua. "A do të më dëbosh?" pyeti ajo duke qarë.
A do të më kthesh te familja ime me turp? Kurr, tha Sokoli me vendosmëri. Ti do të qëndrosh këtu. Ti do të jesh gjithmonë gruaja ime e parë. Askush nuk do të të dëboj. Fatlumja e shikoi atë me sy të mbushur me lot. Dhe kur ajo vjen, gruaja e re, si do të jetë për mua? Sokoli nuk ishte përgjigje. Ai nuk mund t'ia sigurohej asaj se gjithçka do të ishte mirë, sepse as ai nuk e dinte. Muajt kaluan ngadalë dhe me vështirësi. Fatlumja nuk foli shumë për vendimin, ajo e priti në heshtje, duke u përpjekur të përgatitej për atë që do të vinte, por si mund të përgatitej dikush për diçka të tillë? Familja Berisha filloi të kërkonte për një nuse të dytë. Këtë herë, zgjedhja ra mbi një vajzë nga një fshat fqinj. Emri i saj ishte Shpresa. Ajo ishte më e re se Fatlumja, rreth 10 vjeç, dhe vinte nga një familje e thjeshtë, por e mirë. Prindrit e saj ishin të nderuar për punën e tyre të fortë dhe për sinqeritetin. Kur Sokoli e pa Shpresën për herë të parë, ai nuk ndjeu asgjë të veçantë. Ajo ishte një vajzë e bukur, me sy kafe të mëdhenj dhe me një buzëqesje të turpshme, por Sokoli nuk ishte i interesuar për bukurinë e saj. Ai thjesht donte të përfundonte këtë proces sa më shpejt që të ishte e mundur. Dasma e dytë u organizua pa shumë fest. Nuk ishte të njëjtin entuziazëm si në dasmën e parë. Njerëzit erdhën, por biseda ishte më e kujdesshme, më e fshehur. Të gjithë e dinin se kjo nuk ishte një martesë normale. Kjo ishte një martesë nevoje. Kur Shpresa hyri në shtëpinë e Berishajve, ajo e pa Fatlumen për herë të parë. Dy gratë qëndruan përballë njëra tjetrës për një moment që u duk si përjetësi. Asnjëra nuk foli, asnjëra nuk buzëqeshi. Ishte një takim i heshtur, i rënd, plot me ndjenja të pashprehura. Fatlumja e shikoi gruan e re me sy që nuk shprehnin xhelozi hapur, por që mbanin një dhimbje të thellë. Kjo vajzë e re do të ishte ajo që do të flinte me Sokolin. Kjo vajzë e re do të kishte atë që Fatlumja nuk kishte mundur të kishte. Shpresa, nga ana tjetër, ndjeu një barë të madhe. Ajo e dinte se po hynte në një situatë komplekse. Ajo e dinte se Fatlumja ishte aty përpara saj dhe se çdo gjë që ajo do të bënte do të krahasohej, do të gjykohej, do të vëzhgohej. Bardha i prezantoi të dyja gratë. Ju të dyja jeni bijat e mia, tha ajo me autoritet, dhe të dyja keni një vend në këtë shtëpi. Nuk duhet të ketë xhelozi, nuk duhet të ketë luftë. Ju jeni këtu për të njëjtën arsye, për të mbështetur Sokolin dhe për të sjellë trashëgimtar në këtë shtëpi. Fatlumja dhe Shpresa ulën kokët në shenjë pranimit, por në zemrat e tyre secila ndjeu diçka të ndryshme. Nata e parë që Sokoli e kaloi me Shpresën ishte e çuditshme. Ai nuk e donte atë, nuk ndjeu asgjë veçanërisht për të, por detyra ishte detyrë. Ai e bëri atë që pregotej prej tij. Shpresa ishte më e heshtur se Fatlumja. Ajo nuk fliste shumë. Kur Sokoli u përpoq të bisedonte me të, ajo u përgjigj me fjalë të shkurtra. Ajo duke je trembur, e pasigurt, e mbyllur në vetvete. Javët e para pas martesës së dytë ishin të vështira për të gjithë. Fatlumja u përpoq të mbante normalitetin. Ajo vazhdoi detyrat e saj, punoi fort dhe nuk u ankua. Por çdo herë që dëgjonte hapat e Sokolit duke shkuar drejt dhomës së Shpresës, zemra e saj thyej pak më shumë. Shpresa, nga ana tjetër, ndjeu peshën e pritjeve. Ajo e dinte se arsyeja kryesore për martesën e saj ishte të sillte fëmijë, dhe kjo i krijoi një presion të madh. Çdo muaj që kalonte pa u bërë shtatzën, ajo ndjeu frikën se edhe ajo do të dështonte si Fatlumja. Sokoli u përpoq të ishte i drejtë me të dyja gratë. Ai kalonte kohë me secilën. Ai u fliste me të dyja. Ai u siguroi se asnjëra mos të ndihej e injoruar. Por kjo nuk ishte e lehtë. Çdo natë që ai kalonte me njërin, tjetra qëndronte vetëm. Çdo moment që ai i jepte njërës, tjetra e ndjente mungesën. Një mbrëmje, ndërsa Sokoli po ulej për darkë, ai i pa të dyja gratë duke punuar në kuzhinë. Fatlumja po gatuante dhe Shpresa po plasonte. Ato punonin në heshtje, pa folur me njëra tjetrën, pa u shikuar. Sokoli ndjeu një merezi të thellë. Si kishte arritur jeta e tij këtu? Si kishte hyrë në këtë situatë ku dy gra jetonin në një çati, të dyja në pritje të tij, të dyja duke vuajtur në heshtje? Muajt kaluan dhe gjërat filluan të ndryshonin ngadalë. Fatlumja dhe Shpresa filluan të flasin mes vetes. Nuk ishin biseda të gjata apo të thella, por ishin nisje.
Bisedat filluan me gjëra të thjeshta. A ke nevojë për ndihmë me atë? Pyeste her pas here Fatlumja. Po, falenderit, përgjigje shpresa me zë të ulët. Dhe nga ato shkëmbime të vogla, diçka filloi të ndërtohet. Nuk ishte miqësi, por nuk ishte as armiqësi e plot. Ishte diçka mes, diçka që as ato vet nuk e kuptonin plotësisht. Një ditë, shpresa u sëmur. Ajo kishte ethe të lartë dhe nuk mund të ngrihej nga shtrati. Bardha ishte e zënë me punët e fermës, dhe Sokoli kishte shkuar në fshat për të blerë gjëra të nevojshme. Fatlumja mbeti vetëm në shtëpi me shpresën. Ajo mund ta injoronte, mund të linte shpresën të vuante vetëm, askush nuk do ta gjykonte për këtë. Por diçka në zemrën e Fatlumes nuk e lejoi ta bënte këtë. Ajo shkoi te shpresa me një tas ujë të ftohtë dhe një lecka. Ajo e pastroi fytyrën e shpresës dhe i dha ujë për të pirë. Pse po më ndihmon? Pyeti shpresa me zë të dobët. Fatlumja hezitoi. Ajo nuk e dinte se si ta shpjegonte. Sepse ne jemi të dyja në të njëjtën situatë, tha ajo përfundimisht. Ne të dyja jemi këtu për të njëjtin arsye dhe nuk ka kuptim të urrejmë njëra tjetrën. Shpresa e shikoi Fatlumen me sy që u mbushën me lot. Unë kam ndjerë shumë keq për ty, tha ajo. Unë e di se ti ishe këtu para meje, dhe unë erdha dhe marr vend nga jeta jote. Nuk e more vendin tim, tha Fatlumja, megjithse zëri i saj i dridhej. Ti vetëm hyve në një jetë që tashmë ishte e ndërlikuar. Ato folën pak më shumë atë ditë, dhe diçka ndryshoi mes tyre. Nuk u bën miq të ngushtë, por filluan të kuptojnë njëra tjetrën. Por pavarësisht kësaj përmirësimi të vogël, presioni për fëmijë nuk u zvogëlua. Kaloi viti i parë i martesës së shpresës, dhe pastaj viti i dytë, dhe ende asnjë fëmijë. Gjoni filloi të humbte durimin. Një mbrëmje, ai thirri Sokolin përsëri. Kjo nuk po funksionon, tha Gjoni me zë të ashpër. 2 gra dhe asnjë trashëgimtar. Çfarë po ndodh këtu? Sokoli nuk kishte përgjigje. Ai vet ishte i hutuar. Ai vet ndjeu fajin edhe pse e dinte logjikisht se kjo nuk ishte faji i tij. Bab, unë jam duke u përpjekur, tha Sokoli me frustrim, por unë nuk mund të kontrolloj Zotin. Ne nuk mund të presim për gjithmonë. Fisi unë po vështrohet, njerëzit po flasin. Ata thonë se berishat po humbasin fuqinë sepse nuk ka trashëgimtar. Sokoli ndjeu një zemërim të fshehur. Njerëzit gjithmonë do të flasin, por a mund të na japin ata zgjidhje? Gjoni u ngrit dhe e shikoi djalin në sy. Ka një zgjidhje, tha ai ngadalë. Ti merr një grua të tretë. Sokoli ndjeu se gjithçka rreth atij u shkri. Një grua të tretë? Bab, unë kam tashmë 2. Si mund të sjell një të tretën? Sepse kjo është e vetmja mënyrë. Nëse 2 gratë nuk të kanë dhënë trashëgimtar, atëherë duhet të provosh përsëri. Sokoli shkoi nga dhoma, pa folur më. Ai ndjeu një bar kaq të madhe, sa që mexim bante krahët. Si mund të thoshte Fatlumes dhe shpresës se do të merrte edhe një grua të tretë? Si do të reagonin ato? Për javë me radhë, Sokoli nuk mundi të flinte. Ai shqyrtoi çdo mundësi, çdo rrugë alternative, por në fund presioni ishte shumë i madh. Babai i tij nuk po lëshonte, nëna e tij nuk po fliste, por ai e shikonte në sytë e saj, edhe ajo besonte se kjo ishte e vetmja zgjidhje. Një mbrëmje, Sokoli i thirri të 2 gratë e tij, Fatlumen dhe shpresën në dhomën e madhe. Ato erdhën me hezitim, ndjen se diçka serioze po ndodhte. Uluni, tha Sokoli me zë të lodhur. Ato ulën pranë njëra tjetrës, duke pritur. Sokoli mori frymë thellë. Familja ime, babai im, ai ka bërë një kërkesë tjetër. Fatlumja dhe shpresa ndruan shikim. Ato tashmë e dinin se çfarë po vinte. Ai dëshiron që unë të merr një grua të tretë. Heshtja që erdhi ishte shkatruese. Askush nuk foli për disa sekonda që duken si orë. Shpresa ishte e para që foli. Një grua të tretë, tha ajo me zë të dridhër. Por ne ende jemi këtu. Ne ende jemi të dyja duke u përpjekur. Unë e di, tha Sokoli me mjerim. Por presioni nga familja është i padurueshëm. Ata nuk do të lëshojnë derisa të ketë një trashëgimtar. Fatlumja foli tani dhe zëri i saj ishte më i fortë se zakonisht. Dhe nëse gruaja e tretë gjithashtu nuk të jep fëmijë, a do të merr një të katërtën dhe pastaj një të pestën?
Ku mbaron kjo? Sokoli nuk kishte përgjigje për këtë. Ai e dinte se pyetja ishte e drejtë. Kjo nuk është gabimi yt, Sokol, vazhdoi Fatlumja, por nuk është as gabimi ynë. Ne të dyja kemi bërë gjithçka që ka qenë në dorën tonë, por Zoti vendos, jo burrat. Sokoli ngjeu lotët duke i ardhur në sy. Ai nuk kishte qarë prej vitësh, por tani ndjeu një dhimbje që nuk mund ta mbante më brenda. Unë nuk dua ta bëj këtë, tha ai me zë të mpreh. Por unë jam i kthyer në qoshe. Nëse nuk bëj atë që kërkon familja, unë do të humbas gjithçka. Unë do të humbas respektin. Unë do të humbas vendin tim në këtë fis. Shpresa filloi të qante. Dhe ne? Çfarë do të ndodh me ne? A do të vazhdojmë të jetojmë këtu si asgjë? Jo, tha Sokoli me vendosmëri. Ju të dyja do të qëndroni, ju të dyja do të mbeteni gratë e mia, ju të dyja do të keni një vend në këtë shtëpi. Por ai vend do të zvoglohet, tha Fatlumja, sepse tani do të jemi 3. Sokoli nuk mund ta mohonte këtë. Ai e dinte se ishte e vërtet. Ditët që erdhën ishin të errta. Fatlumja dhe Shpresa nuk folën shumë mes vetes. Ato vazhdonin detyrat e tyre, por atmosfera në shtëpi ishte e rëndë, plot me heshtje dhe me ndjenja të pashprehura. Familja filloi të kërkonte për një grua të tretë. Këtë herë, zgjedhja ra mbi një vajzë nga një familje shumë e varfër. Emri i saj ishte Drita. Ajo ishte vetëm 18 vjeç, më e reja se të dyja gratë e tjera. Familja e saj ishte aq e varfër sa që ata e pan martesën si një begati. Spaku vajza e tyre do të kishte një jetë më të mirë. Kur Sokoli e pa Dritat për herë të parë, ai ndjeu një mëshirë të çuditshme për të. Ajo ishte aq e re, aq e brisht, aq e pafajshme. Ajo nuk e meriton të hynte në këtë situatë komplekse. Por vendimi ishte marrë tashmë. Dasma e tretë ishte më diskrete se të dyja të parat, pothuajse nuk kishte festim, vetëm ceremonia minimale dhe Drita hyri në shtëpinë e Berishajve. Kur Drita hyri për herë të parë, ajo i pa Fatlumen dhe Shpresën duke qëndruar pranë njëra tjetrës. Ato nuk buzëqeshën, ato nuk e mirëpritën, ato thjesht e shikuan me sy që mbanin dhimbje, lodhje dhe një lloj pranimi të hidhur. Drita ndjeu frikën e saj të rritet. Ajo ishte shumë e re. Ajo nuk e kishte imagjinuar kurrë se do të hynte në një shtëpi ku 2 gra të tjera tashmë jetonin. Familja e saj e kishte përgatitur pak, por asgjë nuk mund ta përgatiste për realitetin e kësaj situate. Bardha e mori Dritat dhe e udhëhoqi nëpër shtëpi. Kjo është shtëpia jote tani, tha ajo me zë neutral. Fatlumja dhe Shpresa janë këtu. Ju të trija do të punoni së bashku, do të jetoni së bashku dhe do të respektoni njëra tjetrën. Drita uli kokën. Po, nën, tha ajo me zë që mezi dëgjohej. Atë natë, Sokoli shkoi te dhoma e Dritas. Ishte nata e parë e tyre së bashku dhe ai ndjeu një peshë edhe më të madhe se në të 2 martesat e tjera. Kjo vajzë ishte kaq e re, kaq e pambrojtur. Si mund ta bënte këtë? Por detyra ishte detyrë. Pritshmëritë ishin atje. Ai e bëri atë që pritej prej tij, por zemra e tij nuk ishte atje. Ditët e para pas arritjes së Dritas ishin plot tensione të heshtura. Fatlumja dhe Shpresa tashmë kishin krijuar një lloj marrëdhënieje mes vetes, jo miqësi, por bashkëjetesë të respektueshme. Tani me hyrjen e Dritas, dinamikat ndryshuan përsëri. Drita ishte më e dobët se të dyja gratë e tjera. Ajo nuk kishte për johenën e Fatlumes, as forcën e Shpresës. Ajo thjesht ishte një vajzë e re që u gjet në një situatë që e tej kaloi plotësisht. Një mëngjes, ndërsa të trija gratë punonin në kuzhinë, Fatlumja u drejtua Dritas. Sa vjeç je ti? Pyeti ajo me një ton që nuk ishte as pak armiqësor, por thjesht kurioz. Drita ngriti kokën tani. 18. U përgjigj Drita duke mos e ngritur kokën. Fatlumja dhe Shpresa ndërruan shikim. 18. Kaq e re. A e di ti pse je këtu? Pyeti Shpresa me një ton që nuk ishte as pak armiqësor, por thjesht kurioz. Drita ngriti kokën tani. Po, për të sjell fëmijë. Fatlumja bëri një tëngim që ishte gjysmë të qari dhe gjysmë të qeshuri. Të gjitha jemi këtu për të njëjtën arsye, dhe askush prej nesh nuk ka arritur ende. Drita i shikoi të dyja gratë me sy të gjerë. Por çfarë do të ndodh nëse as unë nuk mund? Shpresa u ul pranë saj. Atëherë,
ai do të marrë një grua të katërt, tha ajo me hidhërim që tingëllonte pothuajse si humor i gjelbër. Drita u zbehu. Por kjo është e çmendur. Po, tha Fatlumja, por kjo është bota jon. Ato tre folën më shumë atë ditë se sa kishin folur në javët e para, dhe diçka filloi të ndërtohet mes tyre. Jo dashuri, por një lloj solidariteti. Ato ishin në të njëjtën situatë. Ato ishin të gjitha viktima të së njëjtës tradite, të së njëjtës presioni. Javët kaluan dhe Sokoli u përpoq të ishte i drejtë me të tre gratë, por kjo po bëhej gjithnjë e më e pamundur. Çdo natë që ai kalonte me njërin, dy të tjerat qëndronin vetëm. Çdo vëmendje që ai i jepte njërës, dy të tjerat e ndjenin mungesën. Një natë, ndërsa Sokoli po ulej për darkë me familjen, ai shikoi të tre gratë e tij duke shërbyer. Ato punonin në harmoni, një gatuante, tjetra duke vendosur tavolinën, e treta duke sjell ujë. Ato nuk flisnin, por lëvizjet e tyre ishin të koordinuara, pothuajse si një vallëzim i heshtur. Dhe Sokoli ndjeu një mjerim të thellë. Këto tre gra, të gjitha të lidhura me të gjitha duke vuajtur në heshtje, të gjitha duke pritur diçka që ndoshta nuk do të vinte kurrë. Ajo natë, pasi të gjithë fjetën, Sokoli doli jashtë dhe u ul në oborrin e shtëpisë. Qielli ishte i mbushur me yje dhe era e ftohtë e natës e goditi në fytyrë. Ai shikoi lart dhe u lut. Zot, tha ai me zë të ulët, çfarë po bëj unë? A është kjo e drejtë? A është kjo mënyrë jetese? Unë kam tre gra dhe asnjëra prej tyre nuk është e lumtur. Unë nuk jam i lumtur. Pse po na ndëshkon kështu? Por askush nuk i u përgjigj. Vetëm heshtja e natës. Kaluan muajt. Vjeshta erdhi dhe shkoi. Dimri jashpër mbërriti me borën e tij të trash dhe pranvera filloi të shfaqej ngadalë. Jeta në shtëpinë e Berishajve vazhdoi me rutinën e saj të rëndë. Por një mëngjes, drita u zgjua me një ndjenjë të çuditshme. Ajo ndjeu një mungesë që nuk e kishte ndjerë më parë. Trupi i saj po i dërgonte sinjale. Ajo e preu për disa ditë, duke mos u thënë askujt, duke pritur të sigurohej. Pas 2 javësh, kur ishte e sigurt, ajo shkoi të bardha. Nën, tha drita me zë që dridhej nga emocioni. Unë mendoj se unë jam shtatzën. Bardha e shikoi me sy që papritmas u ndriçuan. Je sigurt? Po, të gjitha shenjat janë e ty. Bardha e përqafoi dritat me një forcë që e befasoi vajzën e re. Faleminderit Zotit, tha ajo me lot në sy. Më në fund, lajmi u përhap shpejt në shtëpi. Gjoni buzëqeshi për herë të parë prej vitesh. Sokoli ndjeu një lehtësim të madh, jo sepse nuk i donte gratë e tjera, por sepse presioni përfundimisht po zvoglohej. Por kur Fatlumja dhe Shpresa dëgjuan lajmin, ato ndjehen ndjenja të përziera. Nga njëra anë, ato ishin të lumtura që presioni po largohej, por nga ana tjetër, ato ndjehen një dhimbje të re, sepse ato nuk ishin ato që do t'i jepnin trashëgimtarin. Atë mbrëmje, Fatlumja qëndroi vetëm në dhomën e saj dhe qau në heshtje. Ajo ishte këtu për vite, ajo kishte punuar fort, ajo kishte vuajtur, dhe tani, kjo vajzë e re që kishte ardhur vetëm disa muaj më parë, ishte ajo që do të jepte fëmijën e parë. Shpresa gjeti Fatlumen duke qarë. Ajo hyri në dhomë pa trokitur dhe u ul pranë saj. E di si ndihesh, tha Shpresa ngadalë. Edhe unë po ndihem njësoj. Fatlumja e shikoi. Ne bëm gabimin që u martuam me të, tha ajo me hidhërim. Ne duhet të ishim martuar me njerëz të tjerë, të kishim jetuar jetë normale, të kishim pasur fëmijët tanë. Por ne jemi këtu dhe nuk ka kthim mbrapa. Ato të dyja qëndruan në heshtje për një kohë, dhe në atë heshtje ato ndanë diçka të thellë, një dhimbje që vetëm ato mund ta kuptonin. Muajt kaluan dhe barku i dritas filloi të rritet. Ajo u bë qendra e vëmendjes në shtëpi. Bardha e trajtonte me kujdes të veçantë. Gjoni buzëqeshte çdo herë që e shihte. Sokoli ishte më i butë me të. Por Fatlumja dhe Shpresa vazhduan detyrat e tyre në heshtje. Ato nuk folën shumë me dritas, por as nuk e trajtuan keq. Thjesht jetonin ditë pas dite, duke pritur të shihnin se çfarë do të sillte e ardhmja. Një ditë, ndërsa drita po ulej për të pushuar, Fatlumja erdhi me një ashtam. Merr këtë, tha ajo. Do të ndihmoj me shpinën.
Drita e shikoi Fatlumen me një shprehje që ishte përzierje e befasisë dhe mirënjohjes. Faleminderit, tha Drita me zë të butë. Fatlumja nuk tha më gjë. Ajo thjesht u kthye dhe vazhdoi punën e saj, por diçka kishte ndryshuar. Edhe në dhimbjen e saj, Fatlumja nuk mund ta urrente këtë vajzë të re, sepse Drita nuk ishte faj. Ajo ishte thjesht një mjet i traditës, ashtu si ishin edhe ato. Kaluan 7 muaj të shtatzënisë së Dritës. Barku i saj tani ishte i madh dhe ajo ecste me vështirësi. Të gjithë në shtëpi prisnin me padurim lindjen. Por diçka tjetër po ndodhte, diçka që askush nuk e priste. Fatlumja filloi të ndjente të njëjtat simptoma që kishte ndjer Drita muaj më parë. Në fillim, ajo mendoi se ishte thjesht imagjinat. Ajo nuk guxoi të shpresonte, por simptomat vazhduan. Trupi i saj po ndryshonte. Pas disa javësh, kur ajo ishte pothuajse e sigurt, ajo shkoi te bardha, por këtë herë me frikë më shumë se me gëzim. Nën, tha ajo me zë të ulët. Unë mendoj se edhe unë jam shtatzën. Bardha e shikoi me sy të gjerë. Si? Por ti ke qenë këtu për vite dhe... E di, tha Fatlumja. Unë vetë nuk e kuptoj, por të gjitha shenjat janë aty. Bardha e thirri një grua të vjetër nga fshati që njihej për njohuritë e saj mbi shtatzënit. Pas një kontrolli, gruaja e vjetër konfirmoi. Fatlumja ishte shtatzën. Lajmi shpërtheu në shtëpi si një breshër. Kjo ishte pabesueshme. Pas vite shpritjeje, pas martesës së dytë dhe të tretë, tani papritmas, Fatlumja, gruaja e parë që të gjithë e kishin konsideruar sterile, ishte shtatzën. Sokoli nuk mund të besonte. Ai e përqafoi Fatlumen me lot në sy. Si është e mundur? Pyetja i me habi. Nuk e di, tha Fatlumja, duke qarë nga lumturia dhe nga lehtësimi. Por Zoti më ka dëgjuar më në fund. Drita, edhe me barkun e saj të madh, u gëzua për Fatlumen. Ajo e kuptonte se sa shumë kishte vuajtur Fatlumja. Urime, tha ajo me sinqeritet. Por shpresa ndjeu një dhimbje edhe më të thellë tani. 2 gratë e tjera ishin shtatzëna, vetëm ajo mbeti mbrapa. Vetëm ajo ishte ajo që nuk mund të sillte fëmijë. Ajo natë, shpresa qëndroi në dhomën e saj dhe ndjeu një vetmi që e theu. Ajo ishte në mes, as e para, as e treta. Thjesht ajo që dështoi. Sokoli shkoi ta gjej. Ai e gjeti atë duke qarë me krahët e mbështetur mbi dritaren. Shpres, tha i butësisht. Ajo nuk u kthyre. Ik, tha ajo me zë të mprehur. Shko te gratë që të dhanë atë që unë nuk mundem. Nuk është kështu, tha Sokoli duke ju afruar. Sytë e saj ishin të skuqur. Unë nuk kam vlerë, unë jam vetëm një dështim. Sokoli e mori dorën e saj. Nuk je dështim. Nuk e di pse Zoti ka vendosur kështu, por kjo nuk të bën më pak të vlefshme. Por shpresa nuk u bind. Si mund të besonte kur e gjithë bota rreth saj i thoshte të kundërtën? Javët kaluan dhe si Drita, ashtu edhe Fatlumja, vazhduan shtatzënit e tyre. Ishte një situatë e pazakontë, 2 gra shtatzëna në të njëjtën shtëpi, lindja e tyre pritur pothuajse në të njëjtin kohë. Shtëpia u mbush me përgatitje. Dhoma u pastrua, djersa për lindjet u përgatitën, gratë e vjetra të fshatit u ftuan për të ndihmuar. Një natë dimri, kur bora mbuloi gjithçka jashtë dhe era u lërinte në përhodra, Drita filloi të ndjente dhimbjet e para të lindjes. Bardha dhe gratë e vjetra u mblodhen rreth saj. Sokoli priti jashtë, duke ecur përpara e mbrama, duke dëgjuar britmat e dhimbjes që vinin nga brenda. Lindja zgjati gjithë një nate. Drita vuajti me forcë, por më në fund, në agzim, u dëgjua një qarje e re, zëri i një foshnje. Është djalë, thiri Bardha me gëzim. Sokoli hyri brenda dhe pa djalin e tij për herë të parë. Ishte i vogël, i kuq, me sy të mbyllur dhe me gushta të shtrengura. Por ai ishte i gjallë. Ai ishte trashëgimtari që kishte pritur prej vitesh. Lotët e Sokolit ranë, jo vetëm nga lumturia, por nga lehtësimi. Presioni që kishte mbajtur për vite, përfundimisht ishte zbutur. Ata e quajtën djalin Leka, një emër i fortë, një emër niznik. Por vetëm 3 javë pas lindjes së Lekës, Fatlumja edhe ajo gjithashtu filloi të ndjente dhimbjet.
Lindja e saj ishte më e shpejtë se ajo e dritës, dhe kur u dëgjua një qarje tjetër në shtëpi, Sokoli mori vesh se kishte marrë një djalë të dytë. E quajtën atë Gent. Tani, në shtëpinë e Berishajve kishte 2 foshnje, 2 djem, 2 trashëgimtar dhe 3 gra që duhet i rrisnin ata së bashku. Muajt e parë me 2 foshnjet ishin kaotik. Fëmijët qajtën natën, kërkonin ushqim vazhdimisht dhe nevojiteshin kujtes konstant. Drita dhe Fatlumja ishin të lodhura, trupi i tyre ende po shërohej nga lindjet dhe ato duhet të merreshin me detyrat e nënave të reja. Por diçka e mrekullueshme ndodhi. Shpresa, që nuk kishte fëmijë të saj, filloi të ndihmoj me kujdesin e foshnjave. Në fillim, ajo e bëri me ngurse, por shpejt u bë pjesë e rëndësishme e rutinës. Një natë, kur Leka qau pa pushim dhe drita ishte shumë e lodhur, Shpresa e mori familjen në krah. Jepi këtu, tha ajo, ti duhet të pushosh. Drita e shikoi me befasi, por nuk kundërshtoi. Ajo i dha familjen Shpresës. Shpresa e mbajti Lekën afër gjoksit të saj dhe filloi të këndonte një këngë të vjetër ninulle, që nëna e saj e këndonte për të kur ishte vogël. Pa pritmas, Leka filloi të qetësohej. Qarja u zvogëlua dhe sytë e tij u mbyllën ngadalë. Drita e shikoi këtë skenë me lot në sy. Faleminderit, tha ajo me zë të butë. Shpresa buzëqeshi për herë të parë pas javësh. Ai është i bukur, tha ajo. Dhe nga ajo natë, Shpresa u bë si nëna e dytë për të 2 foshnjet. Ajo i ushqente, i ndërronte, i lante, i luante me ta. Dhe fëmijët e donin atë. Ata qeshnin kur ajo vinte, ata zgjasteshin për ta prekur kur ajo kalonte pranë. Fatlumja e vuri re këtë. Një ditë, ajo i tha Shpresës, ti je më shumë nën për Gentin se sa unë ndonjëherë mund të jem. Shpresa u habit. Çfarë do të thuash? Ti ke durimin që unë nuk kam, tha Fatlumja. Ti ke dashurinë e pastër që unë nuk mund ta jap sepse jam shumë e lodhur. Genti ka fat që të ka ty. Shpresa nuk tha asgjë, por në zemrën e saj diçka shëroi atë ditë. Ajo nuk ishte nën biologjike, por ishte nën në çdo kuptim tjetër. Vitet kaluan, Leka dhe Genti u rritën, ata luajtën së bashku, hangër së bashku, u rritën në të njëjtën shtëpi nën kujdesin e 3 grave që, pavarësisht rrethanave, u munduan t'u jepnin atyre dashurinë dhe kujdesin që meritonin. Por, natyrisht, kishte sfida. Leka e dinte se nëna e tij ishte Drita dhe Genti e dinte se nëna e tij ishte Fatlumja. Por ata gjithashtu e konsideronin Shpresën si nën. Kjo krijoi një dinamik komplekse. Një ditë, Leka pyeti Dritën, "Nën, pse Shpresa gjithashtu na quan djemt e mi?" Drita hezitoi. Si mund t'ja shpjegonte një fëmije këtë situatë? Sepse ajo ju do si bijtë e saj, tha Drita përfundimisht. Edhe pse nuk ju ka lindur ajo, ju jeni pjesë e jetës së saj. Leka mendoi për këtë. Kështu që ne kemi 3 nëna? Drita buzëqeshi me lot. Bi, i biri im, ju keni 3 nëna që ju doni. Kjo ishte realiteti i çuditshëm i jetës së tyre. 3 gra, 1 burr dhe 2 djem që u rritën në një shtëpi ku dashurinë duhej ndar, por ku sakrifica ishte e përditshme. Leka dhe Genti u bën 7 dhe 6 vjeç. Ishin djem të gjallë, plot energji dhe gjithmonë në probleme, siç janë të gjithë djem në atë moshë. Ata vraponin në përshtëpi, luanin në obor dhe bënin shurmë që dukej se kur nuk pushonte, por kishte dallime të vogla që filluan të shfaqeshin. Leka ishte më i qetë, më i menduar. Ai i ngjante Dritas në karakter, i butë, i sjellshëm dhe pak më i turpshëm. Genti, nga ana tjetër, ishte më i guximshëm, më i zurmshëm, më kryeneç. Ai kishte gjakun e Fatlumes, të fortë dhe të pa epur. 3 gra vazhduan të bashkjetonin nën të njëjtën çat. Ato kishin zhvilluar një sistem, çdo njëra kishte detyrat e saj, çdo njëra e dinte vendin e saj dhe ato mësuan të jetonin me njëra tjetrën pa konflikt të hapur. Por, natyrisht, kishte tensione. Një ditë, Genti ra dhe prishi një vegël të shtrenjtë që Sokoli e kishte sjell nga qyteti.
Fatlumja e qortoi ashpërsisht. Si mund të jesh kaq i pakujdesshëm, tha ajo me zë të lartë. Genti filloi të qante. Shpresa, që ishte në kuzhinë, e dëgjoi dhe erdhi menjëherë. Ajo e mori Gentin në krah. Jepi këtu, tha ajo. Ti duhet të pushosh. Fatlumja e shikoi me befasi, por nuk kundërshtoi. Ajo i dha fëmijën shpresës. Shpresa e mbajti lekën afër gjoksit të saj dhe filloi të këndonte një këngë të vjetër ninulle, që nëna e saj e këndonte për të kur ishte vogël. Pa pritmas, leka filloi të qetësohej. Qarja u zvogëlua dhe sytë e tij u mbyllën ngadalë. Drita shikoi këtë skenë me lot në sy. Faleminderit, tha ajo me zë të butë. Shpresa buzëqeshi për herë të parë pas javësh. Ai është i bukur, tha ajo. Dhe nga ajo natë, Shpresa u bë si nëna e dytë për të dy foshnjat. Ajo i ushqente, i ndërronte, i lante, i luante me ta. Është edhe djali im, tha Shpresa me një forcë që befasoi edhe veten. Heshtja ra mes tyre. Fatlumja hapi gojën për të folur, por nuk doli asnjë fjalë. Ajo u kthye dhe u largua. Drita, që kishte dëgjuar gjithçka, erdhi dhe ul pranë Shpresës. Ti e do atë djalë, tha Drita ngagal. Po, tha Shpresa duke i ledhatuar flokët e Gentit që kishte pushuar së qari. Unë i dua të dy. Ne të gjitha i duam, tha Drita, dhe kjo është ajo që na mban bashk. Shpresa e shikoi Dritat. A e urrenti ndonjëherë jetën që kemi? Drita mendoi për një kohë të gjatë. Ndonjëherë po, por pastaj shikoi djemt dhe mendoi, pak të jetë ata nuk do të ekzistonin, dhe kjo e bën gjithçka të vlefshme. Muajt vazhduan dhe djemt u rritën edhe më shumë. Ata filluan të bëjnë pyetje më të mëdha. Bab, pyeti Leka një ditë, pse ne kemi 3 nëna kur djemt e tjerë kanë vetëm një? Sokoli ishte duke riparuar një mjet në obor kur pyetja erdhi. Ai u ngriu? Kjo ishte pyetja që ai e kishte priksuar prej vitesh. Ai u ul pranë Lekës dhe Gentit, që tani ishin të dy aty. Jeta jon është pak ndryshe, filloi Sokoli me kujdes. Familja jon është e veçantë, por kjo nuk e bën më pak të rëndësishme ose më pak plot me dashuri. Por pse? Insistoi Genti. Sokoli mori frym thellë. Sepse ndonjëherë në jetë gjërat nuk ndodhin siç i planifikojmë dhe ne duhet të përshtatemi. Ju keni 3 nëna sepse të 3 ato ju duan dhe ju kujdesen për ju. A nuk është kjo gjë e mirë? Djemt menduan për këtë. Po, tha Leka përfundimisht. Unë jam i lumtur që i kam të 3-ja. Genti u pajtua. Edhe unë. Sokoli buzëqeshi, por brenda tij ndjeu një dhimbje të thellë. Këta djem nuk e dinin ende kompleksitetin e situatës së tyre. Ata nuk e dinin presionin, vuajtjen, sakrificën që kishte sjellë në jetën e tyre, dhe Sokoli shpresonte se ata nuk do ta mësonin kurrë të gjitha detajet e errta. Ndërsa djemt u rritën, gjithashtu u rritën thashetemët në fshat. Njerëzit flisnin vazhdimisht për familjen Berisha. Disa i mëshironin gratë, të tjerë i gjykonin, të tjerët ishin thjesht kurioz. Gratë e fshatit, sidomos, kishin opinione të forta. 3 gra në një shtëpi, thoshte njëra. Si mund të jetojnë kështu pa u vrarë me njëra tjetrën? Sokoli është i bekuar, thoshte tjetra. 3 gra që i kujdesen për të. Çfarë burri tjetër ka këtë? Jo, ato gra janë viktima, argumentonte një e tretë. Ato duhet të ndajnë burrin e tyre. Kjo është e tmerrshme. Fatlumja, Drita dhe Shpresa i dëgjonin ndonjëherë këto biseda kur shkonin në krua ose në treg. Ato nuk reaguan hapur, por brenda tyre ndihen peshën e gjykimit. Një ditë, Fatlumja po kthehej nga tregu kur dëgjoi 2 gra duke folur. E di se ajo është e para? Tha njëra. Por çfarë lloj gruaje është që lejon burrin e saj të marrë 2 gra të tjera? Ajo nuk kishte zgjedhje, se nuk sillte fëmijë, familja do ta dëbonte. Fatlumja vazhdoi të ecte pa u ndalur, por fjalët i vranë brenda. Ajo arriti në shtëpi dhe ul në dhomën e saj, duke mbajtur lotët që donin të dilnin. Shpresa e gjeti aty. Çfarë ndodhi? Pyeti ajo. Fatlumja i tregoi se çfarë kishte dëgjuar. Shpresa u ul pranë saj. Njerëzit do të flasin gjithmonë. Ata nuk e kuptojnë. Ata nuk jetojnë jetën tonë. Pse të na interesojnë mendimi i tyre? Sepse ndonjëherë në jetë gjërat nuk ndodhin siç i planifikojmë dhe ne duhet të përshtatemi. Ju keni 3 nëna, sepse të 3 ato ju duan dhe ju kujdesen për ju. A nuk është kjo gjë e mirë? Një mbrëmje, Sokoli thirri të 3 gratë në dhomën e madhe. Djemt ishin duke fjetur,
dhe shtëpia ishte e qetë. Dua t'ju them diçka, filloi Sokoli. Zëri i tij ishte serioz. Të tre gratë u ulën dhe pritën. Unë e di se kjo jetë nuk është e lehtë për ju, vazhdoi ai. Unë e di se ju keni sakrifikuar shumë. Unë e di se secila prej jush ka vuajtur në mënyra që unë nuk mund t'i kuptoj plotësisht. Asnjëra nuk foli, por sytë e tyre ishin të përqendruar tek ai. Unë dua t'ju them se unë ju respektoj, tha Sokoli me zë që dridhej lehtë. Të tre, ju jeni gra të forta, ju jeni nëna të mrekullueshme, dhe pa ju, kjo familje nuk do t'ishte asgjë. Drita fshiu një lot. Fatlumja uli kokën. Shpresa shikoi larg. A ka diçka që mund të bëj për ta bërë më të lehtë? Pyeti Sokoli. Fatlumja foli e para. Trajtona si të barabarta. Mos favorizoj njërën mbi tjetrën. Kjo është gjithçka që kërkojmë. Po, tha Shpresa. Ne nuk kërkojmë dashuri ekskluzive. Ne kërkojmë respekt dhe drejtësi. Drita shikoi Sokolin. Dhe kujdesu për djemt. Mos lejo që ata të jenë viktima të kësaj situate. Mos lejo që thashethemet e fshatit t'i prek. Sokoli u pajtua me gjithçka. Ai premtoi se do t'ishte sa më i drejtë që t'ishte e mundur. Por edhe pse kishte dashje të mira, realiteti ishte se ishte e pamundur të ishe i drejtë me 3 gra në të njëjtën kohë. Dikush gjithmonë do të ndihet i lënë pas dore. Dikush gjithmonë do të ndihet pak më pak i vlerësuar. Vitet vazhduan të kalonin, dhe Leka dhe Genti u bën 13 vjeç dhe 12 vjeç. Ata ishin tani në moshën e vështirë, as fëmijë, as të rritur. Ata po fillonin të kuptojnë më shumë për botën rreth tyre, dhe gjithashtu po fillonin të kuptojnë më shumë për situatën e pazakontë të familjes së tyre. Një ditë në shkollë, një djalë tjetër e provokoi Lekën. Ti ke 3 nëna sepse babai yt nuk mund të bëj fëmijë me njërin, tha djali duke qeshur. Leka ndjeu zemërimin të rritet brenda tij. Ai e shtiu djalin dhe një luftë filloi. Mësuesit ndërhyn shpejt, por dëmi ishte bërë tashmë. Kur Leka u kthye në shtëpi, Sokoli e pa se diçka ishte gabim. Fytyra e tij ishte e skuqur dhe sytë e tij shmangnin kontaktin. Çfarë ndodhi? Pyeti Sokoli. Në fillim, Leka nuk donte të fliste, por më në fund ai e tregoi gjithçka. Sokoli ndjeu një dhimbje të thellë. Kjo ishte gjëja që ai e kishte friksuar, që djems do të vuanin për shkak të vendimeve që ai kishte marrë vite më parë. Leka, shiko me mua, tha Sokoli duke e mbajtur djalin nga supet. Familja jon mund të jetë ndryshme, po kjo nuk e bën më pak të vlefshme. Këta njerëz që flasin, ata nuk e njohin dashurinë që ka në këtë shtëpi. Ata nuk e shohin sakrificën që nënat e tua bëjnë çdo ditë. Por pse ne duhet të jemi të ndryshëm? Pyeti Leka me zë që thyhej. Pse ne nuk mund të jemi si të gjitha familjet e tjera? Sokoli nuk kishte përgjigje të mirë. Sepse jeta nuk është gjithmonë e drejtë, por ne duhet ta bëjmë të mirën me atë që kemi. Leka filloi të qaj. Sokoli e përqafoi hort, duke lejuar që djali i tij të nxirrte të gjithë dhimbjen dhe frustrimin. Genti gjithashtu filloi të përballet me komente të ngjashme, por reagimi i tij ishte i ndryshëm. Ai u bë më agresiv, më mbrojtës ndaj familjes së tij. Ai luftonte çdo herë që dikush fliste keq për ta, dhe kjo e shqetësonte Fatlumen. Ti nuk mund të luftosh me të gjithë, i tha Gentit një ditë pas një incidenti tjetër në shkollë. Do të bëhesh i njohur si i dhunshëm. Por ata po flasin keq për ne, argumentoi Genti. Unë e di çfarë thon, por reagimi yt me dhunë nuk e ndryshon mendimin e tyre, vetëm e bën gjendjen më të keqe. Genti uli kokën. Unë vetëm dua t'ju mbroj. Fatlumja e përqafoi. Dhe ne të vlerësojmë këtë, por mënyra më e mirë për të na mbrojtur është të jesh njëri i mirë, jo luftëtar. 3 gratë shqetësoheshin për djemt. Ato u mblodhën një mbrëmje pasi djemt shkuan në gjumë. Ata po vuajnë, tha Drita me shqetësim. Ata po fajsohen për zgjedhjet që ne bëm. Ne e dim se kjo do të ndohte, tha Shpresa, por është më e vështirë ta shohim se sa e prisnim. Fatlumja foli me vendosmëri. Ne duhet të jemi më pranë atyre. Duhet të tregojmë se familja jon, për sa e pazakontë që është plot me dashuri, dhe sa ata nuk kanë arsye për të ndjerë turp. Të 3 gratë u pajtuan, dhe nga jonat, ato u bën edhe më të bashkuara në mbështetjen e djemve.
Ato u treguan histori për forcën dhe sakrificën. Ato u treguan se ato zgjodhen të qëndronin bashk, jo sepse ishin të detyruara, por sepse ato kishin gjetur mënyrë për të jetuar me dinjitet. Kur djemt ishin 15 dhe 14 vjeç, diçka e papritur ndodhi. Bardha u sëmur rënd. Ajo kishte qenë shtylla e shtëpisë për vite me radhë, grua e fortë që kurrë nuk u ankua, por tani trupi i saj po dorëzohej. Mjekët nga qyteti erdhën, por ata nuk patën shumë shpresë për t'u dhënë. Ajo është e moshuar, thanë ata, trupi i saj është lodhur, gjithçka që mund të bëjmë është ta mbajmë sa më komode. Fatlumja, drita dhe shpresa morën përgjegjësinë e kujdesit ndaj bardhës. Ato ndërruan turne, njëra qëndronte pranë saj gjatë natës, tjetra gjatë ditës, e treta merrej me detyrat e shtëpisë. Bardha, edhe në shtratin e sëmundjes, i shikonte të 3 gratë me sytë e saj të lodhur. Ju 3, tha ajo një ditë me zë të dobët, kush do të thoshte se ju do të punoni së bashku kaq mirë? Fatlumja buzëqeshi me lot. Ne mësuam nga junën, ju na mësuat se familja është më e rëndësishme se gjithçka. Bardha bëri një përpjekje për të buzëqeshur. Unë kam qenë e ashpër me ju, sidomos në fillim, por unë e bëra sepse duhej, shtëpia duhej të funksiononte. Drita i mbajti dorën e bardhës. Ju bët atë që menduat se ishte e drejtë, ne e kuptojmë. Por, a më falni? Pyeti bardha me zë që mezi dëgjohej. Shpresa u përkol dhe e puthi ballin e bardhës. Nuk ka asgjë për të falur. Ju na dhat një shtëpi, ju na mësuat si të mbijetojmë. Bardha mbyllur syt dhe një lot i u rrëshqit poshtë faqes. Kujdesuni për djemt, tha ajo një ditë me zë të dobët, ata janë e ardhmja. Do ta bëjmë, premtuan të treja në kor. Disa ditë më vonë, bardha vdiq në gjumë, e qetë dhe e rrethuar nga familja. Gjoni qau për herë të parë që kur Sokoli e kujtonte. Burri fort që kur nuk ishte treguar dobësi, tani ishte thyer. Varrosja u organizua me nderime të mëdha. I gjithë fshati erdhi. Njerëzit folën për bardhën me respekt, për forcën e saj, për udhëheqjen e saj, për mënyrën se si ajo kishte mbajtur familjen Berisha të bashkuar. Pas varrimit, jeta në shtëpi ndryshoi. Pa bardhën, struktura që kishte mbajtur gjithçka së bashku u dobësua. Tani, të 3 gratë duhet të merrnin vendime të mëdha vet. Ato duhet të organizonin shtëpinë pa udhëheqësin e tyre. Por, ato e bën. Ato u mblodhën dhe folën. Ne jemi tani kryesorët e kësaj shtëpie, tha Fatlumja. Ne duhet të vendosim si të vazhdojmë. Duhet të jemi të bashkuara, nëse fillojmë të luftojmë mes vete, gjithçka do të bjerë. Unë pranoj, tha shpresa. Ne kemi ardhur shumë larg për të dështuar tani. Ato bën një premtim, të punonin së bashku, të merrnin vendime së bashku dhe të mbronin familjen së bashku. Pavarësisht të gjitha vështirësive, pavarësisht dhimbjes, pavarësisht sakrificës, ato ishin tani një njësi. Kaluan vitet dhe Leka dhe Genti u bën 18 dhe 17 vjeç. Ata ishin tani burra të rinj, të fortë, të pjekur dhe me pyetje të thella për jetën. Një mbrëmje, Leka dhe Genti u ulën me Sokolin në dhomën e tij. Bab, filloi Leka, ne duam të flasim me ty për diçka. Sokoli i shikoi. Ai e ndjeu se kjo do të ishte një bisedë serioze. Fol, tha ai. Genti mori frym. Ne duam të dim të vërtetën, të gjithë të vërtetën, për martesën tënde, për familjen tonë, për gjithçka. Sokoli kishte ditur se kjo ditë do të vinte, por nuk ishte më i lehtë për këtë arsye. Ai u tregoi gjithçka, si u martua me Fatlumen, si ata nuk patën fëmijë për vite, si familja e detyroi të merrte shpresën, si as shpresa nuk mundi të sillte fëmijë, si erdhi drita, si mrekullisht drita u bë shtatzën dhe më pas Fatlumja gjithashtu. Ajo tregoi për presionin, për dhimbjen, për sakrificën. Unë nuk e zgjodha këtë jetë sepse e desha, tha Sokoli me sinqeritet. E zgjodha sepse familja ime më detyroi. Por ajo që do të dija është se 3 gratë që ju keni si nëna, ato janë gratë jashtëzakonshme. Ato zgjodhen të qëndrojnë edhe kur mund të largoheshin. Ato zgjodhen të ju rrisnin edhe kur vuanin. Ato janë heroina të vërteta. Leka dhe Genti qëndruan në heshtje për një kohë të gjatë duke përpunuar informacionin. Pra, shpresa nuk ka fëmijë të saj? Tha Genti ngadal. Jo, konfirmoi Sokoli, por ajo ju do sikur të jeni të saj.
Ajo ka bërë më shumë për ju se sa shumë nëna biologjike bëjnë për fëmijët e tyre. Leka buzëqeshi me lot. Ne e dim, ajo ka qenë gjithmonë aty për ne. Dhe ne jemi mirënjohës për të tre, shtoi Gendi. Sokoli ndjeu një lehtësim. Djemtë e tij e kishin kuptuar. Ata nuk po gjykonin, ata po pranonin. Atë natë, Leka dhe Genti shkuan te secila prej 3 grave dhe i përqafuan. Faleminderit, u than ato të dyja fatlumes, Dritës dhe Shpresës. Faleminderit për gjithçka që keni bërë. Të 3 gratë qarën. Kjo ishte momenti që kishin pritur. Momenti kur djemt të kuptonin dhe të vlerësonin sakrificën e tyre. Një vit më vonë, Leka e solli në shtëpi një vajzë. Emri i saj ishte Ana dhe ai donte të martohej me të. Familja e takoi Anën dhe e miratuan. Ajo ishte vajzë e sjellshme, e mirë, me zemër të pastër. Kur Ana erdhi të jetonte në shtëpinë e Berishajve, ajo u befasua nga ajo që gjeti. 3 gra, të gjitha duke punuar së bashku, të gjitha duke trajtuar njëra tjetrën me respekt. Unë nuk e kisha imagjinuar kur se kjo mund të funksiononte. Por ato janë si motra. Ato nuk janë motra, e korrigjoi Leka. Ato janë diçka më shumë. Ato janë mbijetuese. Ana filloi të mësonte nga 3 gratë. Ato e mësuan se si të gatuante, si të merrte me detyrat e shtëpisë, si të kujdesej për familjen. Por më e rëndësishmja, ato e mësuan se si të kishte forcë, se si të duronte, se si të sakrifikohej për dashurinë. Një vit pas, erdhi lajmi i madh. Ana ishte shtatzën. E gjithë shtëpia u gëzua. Tani brezi i ri po fillonte. Kur Ana lindi një vajzë, të 3 gratë ishin aty. Ato ndihmuan me lindjen, ato e mbështetën, ato qeshën dhe qarën së bashku. Vajzën e vogël e quajtën Bardha, në kujtim të gjyshes, dhe kur foshnja e vogël qau për herë të parë, Shpresa e mori në krah dhe filloi të këndonte të njëjtën ninule që kishte kënduar për Lekën dhe Gentin vite më parë. Fatlumja e shikoi këtë dhe buzëqeshi. Tani je gjyshe, tha ajo. Shpresa buzëqeshi në përlot. Ne të gjitha jemi gjyshe. Drita u pajtua. Po, ne të gjitha. Vitet vazhduan të kalonin. Sokoli u plak. Flokët e tij u bën plotësisht të bardhë. Trupi i tij u dobësua, por shpirti i tij gjeti një paqe që nuk e kishte ndjerë në dekada. Një mbrëmje dimri, ndërsa i gjithë fshati ishte i mbuluar me borë, ai u ul me 3 gratë e tij pranë zjarrit. Leka dhe Genti ishin në dhomat e tyre me familjet e tyre. Foshnja e vogël Bardha po flinte paqësisht. Sokoli i shikoi të 3 gratë, Fatlumen, Dritën dhe Shpresën. Të gjitha ishin plakur. Duart e tyre ishin bërë të vrasht nga vite pune. Fytyrat e tyre kishin rrudha, por në sytë e tyre kishte diçka të bukur, kishte dinjitet, kishte forcë, kishte paqe. Më falni ndonjëherë? Pyeti Sokoli papritur. Për çfarë? Tha Fatlumja. Për gjithçka, tha Sokoli. Për jetën që ju dhash, për vuajtjen që shkaktova. Fatlumja mendoi për një kohë. Në fillim, po, isha e zemëruar, isha e lënduar. Por tani kur i shikojmë bash, shikoj djemëtan të rritur, shikoj një pesën e vogël që po fle atje, shikoj se si ne 3 u bëm një familje e vërtet, unë nuk di nëse do të ndryshoja diçka. Drita foli tani. Jeta nuk është perfekte, por ne bëm më të mirën me atë që patëm, dhe kjo është gjithçka që mund të kërkojmë. Shpresa buzëqeshi. Unë nuk kam fëmijë të mi biologjik, por kam 2 djemë që më quajmë nën, dhe një nipse që më shikon si gjyshe. A nuk është kjo begati? Sokoli ndjeu lotët duke i ardhur. Ju jeni gratë më të forta që kam njohur ndonjëherë. Ne mësuam nga njëra tjetra, tha Fatlumja. Askush prej nesh nuk do të kishte mbijetuar vetëm, por së bashku, ne mundëm. Ato 4 qëndruan pranë zjarrit për orë të gjata atë natë, duke ndarë kujtime, duke qeshur për gabimet e së kaluarës, duke qarë për humbjet, por gjithashtu duke festuar jetën që kishin ndërtuar. Një ditë, kur Leka dhe Genti ishin në shtëpi me familjet e tyre, Fatlumja, Drita dhe Shpresa i thirrën të gjithë në dhomën e madhe. Ne duam t'ju tregojmë diçka të rëndësishme, filloi Fatlumja. Të gjithë u ulën dhe pritën. Jeta jon nuk ka qenë e lehtë, vazhdoi ajo. Ne kemi vuajtur, ne kemi bërë sakrica, ne kemi jetuar një jetë që askush nuk do ta zgjidhte. Drita mori fjalën. Por ne zgjodhëm të qëndrojmë. Ne zgjodhëm të punojmë së bashku, dhe kjo është arsyeja pse ju jeni këtu sot. Shpresa foli tani me zë të fortë.
Ne duam që ju të mësoni diçka nga jeta jonë. Ne nuk duam që ju të përsërisni gabimet e së kaluarës. Ne nuk duam që vajzat tuaja të vuajnë siç kemi vuajtur ne. Ajo shikoi drejt për drejt Lekën dhe Gentin. Kur ju të zgjithni si të jetoni, zgjithni me urtësi, zgjithni me dashuri, zgjithni me respekt për gratë që do të jenë partneret tuaja. Mos i trajtoni si mjete. Trajtoni ato si qenie njerëzore me dinjitet. Fatlumja vazhdoi. Traditat janë të rëndësishme, por nuk janë më të rëndësishme se lumturia njerëzore. Nuk janë më të rëndësishme se dashuria e vërtet. Leka dhe Genti ulën kokët me respekt. Ne kuptojmë, thanë ata. Ne nuk do ta përsërisim këtë. Ana, e shoqja e Lekës, foli tani. Unë jam mirënjohëse për mësimin tuaj. Unë do t'ja mësoj vajzës sime se si të jetë e fortë, se si të qëndroj për veten, se si të mos lejoj që asnjë traditë ta bëj viktim. 3 gratë e vjetra buzëqeshën. Kjo është gjithçka që duam, thanë ato. Vitet vijuan të kalojnë dhe njëri nga njëri, personazhet filluan të largoheshin. Gjoni ishte i pari që vdiq, i ndjekur nga Sokoli disa vjet më vonë. Ai vdiq i rrethuar nga të gjitha 3 gratë e tij, mbajtur duart e tyre. Fjalët e fundit të tij ishin: "Faleminderit për gjithçka. Ju bët më shumë se ç'kishte të drejtë të prisja." Pas vdekjes së Sokolit, 3 gratë vazhduan të jetonin së bashku në shtëpi. Ato ishin tani shumë të vjetra, por ende të forta në shpirt. Fatlumja vdiq e para nga 3 gratë, në moshë të thellë, e rrethuar nga djemt dhe niprit. Drita dhe shpresa qanë si motra i mbi varrin e saj. Ajo ishte shtylla jon, na mësoi se si të qëndrojmë të forta. Drita vdiq 2 vjet më vonë, shpresa mbeti e fundit. Dhe shpresa, gruaja që kurrë nuk ishte pasur fëmijë biologjik, u bë matriarka e familjes. Të gjithë vinin tek ajo për këshilla, për urtësi, për histori. Ajo jetoi deri në moshën 95, dhe kur erdhi koha e saj për të vdekur, ajo ishte e rrethuar nga një dhomë plot me njerëz. Leka, Genti, fëmijët e tyre, nipët, mbesat. Ajo i shikoi të gjithë me zë të lodhur, por plot me paqe. Familja, tha ajo me zë të dhobët, është gjithçka. Jo gjaku, por dashuria. Kujtoni këtë. Dhe me ato fjalë, ajo mbylli syt për herën e fundit. Vite pas vdekjes së shpresës, historia e 3 grave të Sokolit u bë legjend në fshat. Njerëzit tregonin historinë e tyre me respekt, me admirim, me mësime për brezat e rinj. Disa thonin se ishte një histori e trishtuar për viktimat e traditës, të tjerë thonin se ishte një histori frymëzuese për forcën e grave, të tjerë ende thonin se ishte një këshill se si traditat duhet të evolojnë. Por një gjë ishte e qartë, askush nuk mund të harronte historinë e 3 grave, të Fatlumes, Dritës dhe Shpresës. 3 gratë që zgjodhen të qëndrojnë kur mund të largoheshin, 3 gratë që zgjodhen të punojnë së bashku kur mund të luftonin, 3 gratë që provuan se dashuria nuk është gjithmonë siç e imagjinojmë, por është sakrificë, është përshtatje, është përkushtim. Vajsa e vogël Bardha, që tani ishte bërë grua e pjekur dhe none 3 fëmijëve, shpesh u tregonte fëmijëve të saj për stërgjyshet e saj. Ato ishin gratë të jashtëzakonshme, u thoshte ajo. Ato jetonin në një kohë kur gratë nuk kishin shumë zgjedhje, por brenda kufive të jetës së tyre, ato gjetën mënyra për të qenë të forta, për të qenë të bashkuara, për të dashur. Dhe kështu, trashëgimia vazhdoi, jo si një përsëritje e së kaluarës, por si një mësim për të ardhmen. Fëmijët e rinj të familjes Berisha u ritën duke ditur se traditat duhet respektuar, por se njerëzit duhet respektuar më shumë. Ata mësuan se martesa nuk është vetëm për trashëgimtar, është për partneritet, për dashuri, për respekt të ndërsjellë. Dhe kur pyeteshin për historinë e çuditshme të stërgjyshit të tyre me 3 gra, ata nuk ndjehen turp. Ata ndjehen krenari, jo për situatën, por për mënyrën se si stërgjyshet e tyre e përballuan atë. Në një fshat të vogël në veri të Shqipërisë, ku malet e larta mbështesin qiellin dhe ku traditat mbajnë peshë të madhe, një herë jetuan 3 gra që ndryshuan perceptimin e asaj që do të thotë familje. Ato nuk zgjodhen jetën e tyre, por ato zgjodhen se si ta jetonin atë. Ato nuk ishin perfekte, ato nuk ishin shenjtore, por ato ishin njerëzore, me të gjitha dobësitë, dhimbjet, frikrat dhe forcën që vjen me të qenit njeri. Historia e tyre nuk është një mbështetje për poligamin, nuk është një glorifikim i traditave që bëjnë gra të vuajnë,
është thjesht një dëshmi e faktit se edhe në situatat më të vështira, qenjet njerëzore mund të gjejnë mënyra për të mbijetuar, për të bashkjetuar dhe ndoshta, vetëm ndoshta, për të gjetur një lloj paqeje. Fatlumja, drita dhe shpresa nuk janë më këtu, por historia e tyre jeton. Dhe çdo herë që dikush në atë fshat flet për sakrificën, për forcën e grave, për dashurinë e pakundërshtuar, emrat e tyre përmendet. Sepse në fund, çfarë është dashuria nëse jo aftësia për të dhënë, për të pranuar, për të falur dhe për të vazhduar, edhe kur gjithçka duket e pamundur? Kjo është historia e 3 grave. Kjo është historia e një burri që përballur zgjedhje të vështira. Kjo është historia e një kohe që po ndryshon, por që ende mban rrënjët e së kaluarës. Dhe mbi të gjitha, kjo është një histori njerëzore, me të gjitha kompleksitetin, dhimbjen, bukurinë dhe shpresën që vjen me të qenit njeri.